Hoxh, pse sinqeriteti konsiderohet si themi, domethënë një nga themelet e veprave të mira në Islam? Se Allahu subhanahu wa taala njeriun e ka kriju me një mision në këtë botë. Misioni i krijesës njeri është cili mision është? Që ai ta jeton jetën duke i zbatuar, duke i kryer obligimet që i vinë për Allahut dhe duke u larguar për gjërave që janë Zoti i ka ndaluar. Domethënë Allahu në Kur'an çfarë thotë? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit janë dy krijesa prej të cilëve Allahu kërkon vepra dhe kërkon besim dhe kërkon adhurim, po nuk i kam krijuar me qëllim tjetër përveç se të më adhurojnë. Komenti i fjalës adhurojnë, ja abudun, dietarët thënë li wahiduhu, që ta domethënë ta synojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Qëllimi i tyre më i lartë, më sublim të adhurimit duhet me qenë çka? Allahu subhanahu wa taala. Që ta llogaritin Allahun edhe ta besojnë, të janë të bindur se Allahu është një i vetëm dhe është ai vetmi që meriton të adhurohet dhe është i vetmi, do thonë qenje të cilës ne i përulemi edhe për të cilën ne i kryejmë këto obligimet. Për këtë shkak, sinqeriteti është një themel shumë i rëndësishëm të i fesë tonë, i Islamit. Dhe këtë e përmendë Allahu edhe në një ajet ku thotë: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj namazi im. Kjo është një formë e adhurimit të trupit. Wa nusuki dhe kurbani im, që është një lloj sakrifice që e bën njeriu për hir të Allahut. Jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun. Domethënë qëllimi i veprave që i bëj unë në këtë botë dhe prej të cilave shpresoj se Allahu do të më shpërblen, është vetëm Allahu është qëllimi i atyre veprave dhe këto gjëra që i bëj vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe për të arritur ta fitoj shpërblimin që e ka premtuar Zoti i gjithësisë në librin e tij famullar dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Prandaj sinqeriteti është themel i fesë, sepse al-ikhlas fil ibada, sepse sinqeriteti në adhurime është kusht esencial, themelor, bazik që një vepër të pranohet për Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk e plotson këtë kusht, apo nuk e realizon sinqeritetin në veprën që e bën, ajo vepër asgjësohet dhe prej saj nuk mbetet asgjë në ditën e gjykimit, në ditën kur nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, as fama, as ato që njerëzit kanë njohur, përveç atij që vjen bi kalbin selim, që vjen për Allahut me zemër të shëndosh. E zemra e shëndosh është kur qetësohet zemra, kur ajo mbushet me besim dhe bindje në Allahun xhaleshanu dhe kur zemra e ka kuptuar edhe e ka vendosur sikur qëllim kryesor të çdo veprës së saj kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E kjo zemër është realizohet apo pastrohet nga çdo njollë vetëm kur njeriu e realizon edhe arrin ta kupton dhe ta zbaton në jetën e tij sinqeritetin. Atë që e tham është ikhlasi.